Rinia sotit, po thom, miro, po kur të thesh, do sana nuk I kanë mirë. Se mas pori, babën nuk e respekton. Nonën jo, migjën jo, këshin jo. E se më së respektojsh dhe ko, ajo së është mirë. E për para po, e ke respektua, pa mërë parasysh kush o konë. Ja banë gjitë, që banë gjitë e ke respektua. Sot s'ta respekton as babën, as nonën, as kërko. Shkollën e kena krye 8 vjeçorën këtu në fshat. Pa ja, se s'kam këtë farë historie, se veç 8 vjeçorën, bile 8 vjeçorën në këm pa morë mas anena. Se u dufke më shku, më dalë, më punu, më tokën, bujësi, kallamoq më mjellë, kallamoq me prashit. Une më kaldu ato përpashme që kana hik, këtyne dykuna me thonë, nuk është thënë ashtu. Si edhe ke syni I pranves, punë fush, më livrua, më prashit, më mjellë, me korë, me maqin, me shmaqin, me shikret, vera në shkeke të ngone për ora. Duke folur për dukurinë e ikjes së të rinjve nga vendi 75 vjeçare, tregon se në vitin 1972 kishte shkuar në Gjermani për një punë më të mirë, mirë po pamundësia e gjetjes së saj e detyroi të kthehej. Jo më konën në 72-ën jam konë në Gjermani. Po shkova e roku, dim një punë, s'pa të duft më këthyje. Era të shpia. Jo s'shkova, tani kesh vizit për jollin që tash se ti vëllë, para 2 vjetë. Une po të kaldoj, sa vjetë që këm pos, po të kaldoj. 14 vjetë se ti që I këm pos pljuta. Se na konë kallablakna. E baba u konë zotni, s'ka punue. E me gjëllart, e vlaznia që janë konë para me, janë konë pashku në punë. E to, kanë këm pos, to, këqa shumë. Më punue. 14 vjetë që këm nisë më punue, beso, tash edhe me ju thonë, nuk I dija besën e edhe. 14 vjeç, kualt I kena pos, 2 kualt mna I kena pos, plugun e kena pos me rot, një mizë, ramet I po shpjeti, pësën sa bole, vike ma shpras ke plugun nërë, edhe vike pe shpje. Se ajo konë marakle, adem ka shpje marë, më punu, më lire, më fshije, anena krena, mu më leke vetën. Husë thmi, 14 vjeç, u bëj ka aksham, për marë për shpje. Plugun nuk më sham e qitë në kërë. Se dhja e deni që e ata plugja, atë gradel në pete që qanë të qysh, a kërsin ata me rot nuk më sham e qitë. Në duf kemi je kanatën edhe me qitë. Se kem postu këgja shumë. Pa që kom ata më marrë menja. Vëllohet qëre, katastrof o kja. Katastrof me lëshuar I një më shkua jashtë e më mitë. Nuk di. Po se s'kan faj. Pa punës, pa pare, dohet shpirti lyp më hongër, vesh, lyp me vesh, më moth, më hongër, më pi, s'ka qare për pa dollë, a është mirë, s'është mirë. Përshë që kretë, rinia dullë njështë, shteti. Pse? Pse? Pse shteti, mas pare shteti ka faj, që nuk I shitën fabrikat, I shitën ato, tëna I shitën, jenë me tash, ku më punu njëri, pa fabrik, pa zonë djatë. Shteti ka faj. E thojnë anena knena, shteti më konë si shtet, me punësue, asë nësi shëshkue. Tonë jenë të mërzishëm. Edhe ata atje jenë të mërzishëm, se u jemë konë atje. Ma të mire e kemë në jetën që tu, se që kanë ata atje. Ma mire hom në që tu, se që hom në ata atje. A I duhet më vëquaj, djali jam për shamëll 4 sahatin, më vëquaj, më shkuar punë, me më I dore edhe për veti, edhe për ne. A në regull, sa në regull. Shteti ka fajt këtu, jo, nena, jo, aja, nena, jo, bona, jo, zbona. Unë nuk e di, qka janë edhe t'ju bo, qka janë t'ju punue. Kush për shteti nuk ka interesu për këtë popull. Cilë konë, pa morë parasysh, a tho që aja, s'ka interesu kush për popull, vesh për zep vetin. Edhe qysh kanë punua për zep vetin e kanë bo. Na I dim shumë, dhe na I dim na që s'ka pas gjotë gjallë. Ku shkua me pasunisët? Ka, pe qëllës s'ka